biznesi nuk është kundër liberalizimit. Po biznesi po thot nuk është momenti i duhur. Po momenti nuk është. Ne po kërkojmë që me gjetë së bashku me biznesin, me ullë me diskutu, edhe synimi për cilën na po dojmë me orientu dhe me pa se sa do t'jetë konkurenca, sa do t'jetë oferta furnizuesve, në këtë rast edhe Kekut, në raport me bizneset. Keku është të furnizu trepsën momentalisht. E furnizon. Trepsa nuk furnizohet prej Keskës, furnizohet prej Kekut. Biznesi nuk është kundër liberalizimit. Po biznesi po thot nuk është momenti i duhur. Kushtet, rrethonat, tani që i kemi nuk janë të favorshme për biznesin që tani me kalu në tregun e hapër. Se biznesi është për treg, është për liberalizim. Po momenti nuk është. Në momenti nuk është i duhur, na i thamë cilat janë arsyet faktikisht edhe... Luzim, çka i thua argumenti që kur s'ka me qenë i duhur? Jo, ka me qenë i duhur jeta, për arsye se shumë vende, na jemi duke kalu në për tranzicionet ndryshme, domethënë prej pandemisë, në për krizat të ndryshme, dhe vendet e ndryshme, qeveritë e vendeve të ndryshme edhe evropiane, po dhe të rajonit kanë ofru paketa mi subvencionu biznesit, që bizneset tona nuk e kanë pas. Po në rastin edhe ma të ranë, tash në vend që këtu pak t'ju ndihmohet e çmimi energjisë elektrike, që t'jenë ma konkurente, t'ju ndihmohet ta zhvillojnë prodhimin, se ne jemi duke folë në sektorin privat janë të punësum 330.000 punëtorë, sektori privat, kurse në sektorin publik janë 82.000, 3.000. Po, ne po kërkojmë që me gjetë së bashku me biznesin, me ullë me diskutu, dhe së bashku me biznesin me gjetë kur është koha ma e përshtatshme dhe biznesit mi dhonë mundësi një fazë tranzicionit që biznesi mu pregadit. Shiko se kjo ka ndikim edhe në pasqyrat financiare të biznesit.